Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që pinë kafe ekspres duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Vjen një lajm i mirë për të gjithë admiruesit e kafes. Është e mirë për trurin, lëkurën dhe për trupin, por gjithmonë duke u konsumuar brenda sasive të lejuara, kafeja mund të jetë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj. Këto janë arsyet më të mira dhe më të shëndetshme përse duhet të pini kafe rregullisht brenda dietës suaj. Ajo është e pasur me antioksidantë. Sipas një studimi të kryer në vitin 2005 nga Universiteti Scranton në SBA, kafeja lufton edhe plaken. Aroma e kafes ka aftësinë të bëjë njerëzit të ndjehen më pak të stresuar. Një kërkim i Universitetit Kombëtar në Seul ka shkuar më tej, duke shqyrtuar trurin e minjve nën stres për shkak të mungesës së gjumit. E sipas tyre, aroma e kafes mund të shkaktojë ndryshime të proteinës që shkaktohet në stres. Kafeja mund të zvogëlojë simptomat e sëmundjeve të Parkinsonit. Për të mbështetur këtë ekziston një studim i Dr. Ronald Postuma, i cili në vitin 2012 tregoi se si pija ndikon për të kontrolluar lëvizjet e atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Kafeja është e mirë për mëlçin, veçanërisht nëse pini alkool. Në këto raste, provimi vjen nga një studim që e ka ekzaminuar 125.000 njerëz duke ardhur në përfundimin se ata që pinë të paktën një filxhan kafe në ditë kanë 20% të mundësisë të preken nga ciroza e mëlçisë, e cila është patologjia tipike atyre që konsumojnë alkool të tepërt. Pirja e kafes zvogëlon prirjen për të humbur jetën. Këtë herë shkolla e shëndetit publik në Harvard, sipas të cilave tregoi se pirja e 2 filxhan kafe në ditë ul me 50% mundësinë e humbjes së jetës si pasojë e vendimeve të gabuara. Kafeja do të ofrojë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Ajo përmban një sër elementësh ose lëndësh ushqyese për të cilat duhet ta dini. Kur analizoni kimikisht atë që ka në një filxhan kafe, është vërtet mbreslëndse. Ju mund të shikoni se ajo është e pasur me disa minerale ose element gjurmë, si dhe vitamina dhe acide yndyrore. Të gjitha këto substanca kontribojnë në mirëqenien tuaj. Në një filxhan kafe pa shtuar asgjë tjetër, mund të hash edhe një përmbajtje me karbohidrate, lipide, vitamina, minerale dhe të tjera. Në këtë video, sipas Del Saj, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kafes. Kafeja ndihmon edhe me trurin tuaj. Fal kafeinës, mundësia që të përmirësoni funksionet tuaja njohëse rritet. Prandaj do ju ndikojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në situatat dhe në studimet tuaja. Kjo fal faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropinefrinën që përshpejtojnë funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon me kujtesën dhe rritjen e energjisë, madje dhe përmirëson disponimin. Kafeja parandalon rënien e njohjes. Një tjetër nga mundësitë e përmirësimeve të shëndetit tuaj është se ajo parandalon ose vonon efektin e sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri ose Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes nga 1 deri në 2 filxhan çdo ditë të paëmbëlsuar mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në aspektin tuaj shëndetësor. Të parandaloni komplikacionet dhe gjithashtu të arrisni performancën e kujtesës suaj. Pirja e kafes brenda normës së lejuar në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një aleat i çmuar në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kafeja do të përmirësojë performancën tuaj fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë gjithashtu edhe përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjen e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është e pasur me antioksidantë, të cilët e bëjnë gjithashtu një nga pijet më të konsumuar dhe më të vlefshme për shëndetin tuaj. Mungesa e antioksidantëve është arsyeja kryesore pse ju mund të vuani gjithashtu nga komplikacione të ndryshme. Është e rëndësishme që kafeja të jetë pjesë e pandarë e dietave tuaja. Nëse doni të merrni antioksidantët e saj dhe të përfitoni më shumë në shëndetin tuaj, këshillohet që të mos pini më shumë se 2 kafe çdo ditë. Kafeja mund të mbrojë shëndetin e mëlçisë.
Një tjetër studim nga Universiteti i Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë gjithashtu rrezikun e cirozës së mëlçisë me 25% me 4 filxhan që mund të reduktojë deri në 65%. Prandaj është e mirë gjithashtu edhe për mëlçinën tuaj. Kafeja djeg edhe yndyrën trupore. Nëse doni që të keni një dietë dhe të humbisni në peshë, duhet të dini se kafeja është një nga substancat natyrale me fuqi më të mirë djegëse të yndyrës. Falë këtij, metabolizmi mund të përshpejtohet dhe të eliminohen gjithashtu edhe mbeturinat e shumta të tyre. Prandaj, konsumi i kafes me një dietë e ekuilibruar mund t'ju ndihmojë shumë që të formoni edhe trupin që dëshironi. Kafeja ulë rrezikun e problemeve të shëndetit të gjirit dhe gjithashtu edhe të zorrës së trashë. Instituti i Sëmundjeve Dana-Farm në SBA gjithashtu përfundoi një studim që kafeja mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë dhe gjithashtu të përmirësojë shëndetin tuaj. Kafeja është e pasur me probiotik. Konsiderohet një ushqim funksional ashtu siç ka efekte probiotike, kështu që mund të mbrojë shëndetin tuaj të zorëve. Kjo do të thotë ushqen florën bakteriale të zorëve, stimulon sekretimin e stomakut, aktivizon prodhimin e tëmthit dhe kontrakton fshikësin e tëmthit. Kjo e bën shumë të rrezikshme nëse merret pas ngrënies. Kafeja ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka edhe studime për të përcaktuar se kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës. Mund të duket se nuk ka asnjë lidhje, por kafeja mund të ndihmojë në zgjerimin e tubave bronkial për shkak të kafeinës, pasi është një substancë kimikisht e ngjashme me elementet të cilët janë përbërës zakonisht edhe kundër këtyre shqetësimeve. Kafeja është një antidepresant natyral. Kafeja mund të ndihmojë në problemet tuaja të depresionit nëse nuk e mbidozoni. Kjo për shkak se kafeina mund të bllokojë molekulat e lidhura me stresin, kështu që personat me këto probleme që pinë kafe çdo ditë u vëzhguan se reduktoni nivelin e tyre të stresit. Kafeja mund t'ju mbrojë shëndetin e zemrës. Kafeina e konsumuar gjithmonë në moderi mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur një atak në zemër. Kjo për shkak se redukton kalciumin e pranishëm në arteriet koronare, duke minimizuar shanset për të pasur një infarkt miokardi. Ekziston gjithashtu disa studime të cilat tregojnë se konsumatorët e kafes kanë 50% më pak mundësi për të zhvilluar diabetin e tipit 2. Arsyeja e këtij përfitimi qëndron në përmbajtjen e lartë të antioksidantëve, të cilët gjithashtu mund të parandalojnë këtë të keqe që prek gjithmonë më shumë njerëzit. Ka veti që lejon enët e gjakut të zgjerohen dhe të përmirësojë qarkullimin. Kjo mund të zvogëlojë problemet e dhimbjeve të kokës, por edhe rrjedhjes së dobët të gjakut. Por duhet të dini se përveç anës pozitive, kafeja ka edhe kundërindikacionet e saj. Por si çdo substancë ose ushqim tjetër, ai gjithashtu ka kundërindikacionet e saj. Sidomos për disa njerëz që kanë probleme shëndetësore, kjo nuk do të thotë se është e keqe, por do të thotë që në rastet duhet të reduktoni konsumin e saj dhe të pini kafe pa kafeinë. Rastet në të cilat nuk duhet të pini kafe ose të zvogëloni dozën e saj çdo ditë janë: nëse keni probleme me takikardin, aritmin kardiake ose probleme të zemrës. Arsyeja është se duke prekur sistemin nervor, këto simptoma mund të përkeqësohen. Nëse jeni duke pirë ilaçe kundër depresionit ose keni probleme me sistemin nervor, pasi mund të keni efekte kundërindikative për shkak të kafeinës, preferohet të pini pa kafeinë sepse mund t'ju nervozojë më shumë. Gjithashtu nuk është i përshtatshëm për personat me hipertension. Kafeina gjithashtu mund të përkeqësojë presionin e lartë të gjakut, kështu që është më mirë të shmangni kafen ose ta bëni atë pa kafeinë. Nëse vuani nga problemet të tretjes, sindromi Down i zorrës irriton dhe gjithashtu mund të shkaktojë probleme gastrike, hiatale dhe ulçra. Prandaj është më mirë që në këto raste të mos e pini kafen tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.